Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku shpjellimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me një shënim redaksional. Kush po e mbyll portin e Vlorës? Apo vepron dikush me kokën e vet, apo po zbaton urdhrat e shefave oligark? Po cilat janë disa nga pasojat e veprimeve të tij? Për më gjerë, shënimi redaksional. Ervin Baçi Vlonjati që mbylli portin e Vlorës, apo vepron ai me kokën e vet, apo po zbaton urdhrat e shefave oligark, po cilët janë disa nga pasojat e veprimeve të tij? Porti i Vlorës nuk është një hapësirë betoni ku ankorohen tragete, anije mallrash apo mjete turistike, ai është vetë Vlora, për më shumë se 120 vite në formën e tij moderne, por me rrënjë shumë të hershme, që shkojnë deri në periudha të vjetra të historisë detare të Vlorës. Porti ka qenë porta hyrëse e qytetit, frymarrja ekonomike dhe pika ku Vlora lidhej me detin, me tregtin, me udhëtarët dhe me botën. Edhe vetë lagja Skele ka marrë emrin nga ky funksion. Skela nuk ishte vetëm një lagje, por identitet. Ishte vendi ku qyteti takoi me detin, aty ku niseshin e mbërrinin njerëz, mallra, kujtime, histori familjare dhe ekonomi. Sot kjo hapësirë historike ndodhet përballë një realiteti të ri, projektit Vlora Marina. Drejtimin e Vlora Marinës e ka marrë një vlonjat, Ervin Baçaj, të cilit me sa duket po i ha kandari më shumë nga koncesionari sesa nga Vlora. Sipas marrëveshjes fillestare, porti shtetëror duhej të mbyllej gradualisht e aktiviteti i tij të transferojë në Triport, ku parashikoi hapja e portit të ri, por kjo nuk ndodhi. Triporti nuk u bë gati në kohë, porti shtetëror nuk u zhvendos plotësisht, ndërsa Vlora Marina vijoi të zgjerohej në të njëjtën hapësirë ku ende funksionojnë trageti, terminali pasagjerëve, anijet e mallrave dhe mjetet turistike. Kështu në vend të një ndarjeje të qartë mes portit tregtar, portit të pasagjerëve dhe marinës turistike, sot të gjitha janë detyruar të bashkëjetojnë në të njëjtin mjedis. E kjo bashkëjetesë po prodhon probleme të dukshme. Problemi i parë lidhet me ankorimin e tragetit dhe anijes së Çimentos. Hapësira ku ato operojnë janë ngushtuar ndjeshëm. Terminali dhe infrastruktura ekzistuese duken sot si dy struktura të huaja brenda shtëpisë së tyre. Porti që dikur ishte zoti i hapësirës së vet, sot duket i shtyr në cep, i ngushtuar e i detyruar të përshtatet me ritmin e një projekti tjetër. Ervin Baçaj dhe koncesionari kanë ndërhyrë për të përmirësuar një pjesë të infrastrukturës, por edhe kjo ndërhyrje sipas pamjes në terren duket e bërë me nxitim, shkeleshko dhe më shumë për të mbyllur gojën sesa për të zgjidhur problemin në themel. Porti ka nevojë për zgjidhje funksionale, jo për arnime të përkohshme. Jemi në kalatën e tragetit portit Vlorës, e vetmja kalatë e ngelur, dhe vëmë re që privati, koncesionari ka investuar. Pra dhe këtu ku ndodhemi, koncesionari është treguar, le të themi, zemër gjerë dhe ja ka lënë portit në përdorim këtë, se dhe kjo është pjesë e koncesionarit. Dhe çfarë ka bërë koncesionari, çfarë investimesh ka bërë këtu? Thjesht ka shtruar me asfalt sheshin Dalës dhe këtë nuk e ka bërë mirë, sepse një pjesë goxha e konsiderueshme e sheshit Dalës nga kalata është ende e pashtruar, ndodhet me çakull. Ndërkohë dhe një pjesë atje, po të kalojmë kamerën nga ana tjetër, është përsëri e pashtruar. Pra, deri diku është shtruar me asfalt një rrip dhe e gjitha është e pashtruar. Ndërkohë, janë bërë disa investime tjera, po të shikojmë, është bërë një udhë kalimi për pasagjerët, e cila është e mbuluar deri diku në kushte të mira dhe shikohet që pavarësisht se është pak vend, është i organizuar në mënyrë të mirë. Por megjithatë ende janë bërë punët të themi jo në standardin e duhur dhe në traditën shqiptare të bërit punëve, nise sot dhe përfundoje kur të përfundoje. Një tjetër problem është hapja dhe dalja nga porti. Qarkullimi i automjeteve nuk është menduar si duhet. Drejtuesit që vinë nga Transballkanika e duan të hyjnë në port, përballen me një situatë pa qartë e jo praktike. Në shumë raste ata duhet të kthehen mbrapsht ose të futen në lëvizje të detyruara në kaq të kundërt, duke krijuar konfuzion e rrezik për trafikun. Për një qytet që në sezon turistik përballet me fluks të lartë automjetesh, autobusësh, turistësh dhe mjete mallrash, hyrja në port nuk mund të funksionojë si zgjidhje provizore. Porti është porta hyrëse e qytetit, e porta nëse nuk hapet mirë, bllokon të gjithë shtëpinë. Një problem tjetër është hyrja në port. Kjo është rruga që vjen nga Transballkanika. Makinat afrohen, në momentin që drejtuesi automjetit nuk ka
leje për të hyrë në port, apo nuk ka punë për të hyrë në port, i duhet ose të kaloj me njetro në këtë rrugën këtu, ose ta kthej dhe të futet kundravajtje. Dhe kjo për arsye se në këtë rulishtë që shikoni, nuk është hapur një rrugë ku mjetet të kthehen. Pra, për kaq krijohet kaos në trafik, krijohet rrëmuj dhe shkelet dhe ligji. Megjithatë, jo të gjithë janë të pakënaqur me situatën. Agron Brati, përfaqësuesi i kompanisë Eurostar, mendon se zgjidhja aktuale është optimale dhe praktike për kushtet në të cilat ndodhet porti. Sipas tij, ndërhyrjet e bëra kanë krijuar një mundësi funksionimi e kanë shmangur bllokimin total të aktivitetit. Se shkon ish dita e dytë që kjo është bllokuar dhe dera kryesore, sa për dera tjetër në krahun e Transballkanikës. Për të drejtën, në këtë hapësirë është më mirë për trafikun sepse dalin dhe ikin direkt në qytet, dalin direkt në Transballkanikë dhe nuk ka ngushtime për trafikun, se këtu trafiku është problemi i Bearit, kur ka shumë makina. Për njerëzit? Po njerëzit e kanë aty do dalin në Transballkanikë, ku se ka në ndryshim, do dilë në qytet del aty. Dhe këtu është më e lirshme rruga, edhe për ankorimi tragedis se shkoni. Gjithë pista që është bërë shumë e madhe për Bearin, sepse dimër këtu aq ka 20 kamiona, 30 kamiona, nuk është problemi atyre. Dhe sheshi doganës, se shikoni aty do t'i iki që këtej do shkoj se ku kanë marrë diku një vend me qira, diku këtu afër. Pra ju po thoni që ngushtimi i portit Vlorës është gjë e mirë. Jo, nuk po them është gjë e mirë, po mënyra se si është bërë është e lirshme për trafikun, sepse problemin e kemi në Bear gjithmonë në sezon. Tu vinë 200-300 makina dhe ku të futesh në këtë pjesë është këtu. Kurse këtu vinë direkt Transballkanike, edhe nëse do bllokohet aty bllokohet kjo pjesa që është shumë e gjatë deri te rrotullimi që është në fillim të Transballkanikës këtu. Po modaliteti i pranisë tuaj këtu i agjentëve të tjerë atyre që veprojnë me portin, cili është? Sepse është dhe me koncesion edhe ky vendi ku jemi ne këtu që tani po operohet nga qeveria. Për momentin derisa të bëhet një port i ri, kjo nuk do të lëvizë më. Paktën me sa kemi folur me privatin, me portin dhe institucionet tjera që kanë qenë në kohët e fundit në mbledhjet që janë bërë për organizimin edhe me prefektin, kohët e fundit që janë bërë mbledhjet për mbarvajtjen e sezonit. Edhe problemi i pikave se ishte më shumë problem për anije turistike. Kanë kaluar te moli 0 andaj te moli i ri që është bërë. Dhe pak a shumë zgjidhur në këtë mënyrë. Mos ta shikojmë tragjike, mbylljen e portit të. Se mbyllja e portit të është bllokim trafiku për gjithë pjesën e rrethit të skelës. Aty bëjnë ami. Kurse këtu është më lehtë. Ne nuk e shikojmë nga ndërveprimi mënyra si punohet porti, e shikoni më mirë që punoni këtu për ditë, ndërsa ne shohim nga pikpamja fizike e zënies së vendit. Pra ky duket sikur është porti Vlorës një vend i vogël dhe pjesa tjetër. Pjesa që po shikoni këtu do hapet e gjithë kjo. Edhe kjo baranga që ka qenë këtu përpara do ishet, do bëhet edhe kjo do bëhet një tip piste tragedie që ka qenë. Kjo pista që ishte parkim më lart, po bëhet nuk se ka ndonjë ndryshim. Për mua është më e lirshme dhe më e mirë për bllokimin e trafikut. Problemi kryesor është problemi që ngelet tani janë këto agjencitë që kanë ngelur këtu, se dhe nësi agjencie me aty për jashtë, do t'i bësh rreth rrotull, do parë në një mundësi tani po flas me portin, mos bëjmë check-in këtu nga ky krau tjetër këtej. Gjërat e tjera janë normale. Po për sa i përket triportit, keni informacion kur do fillojë, si do vazhdojë, çfarë po ndodh? Kam filluar punime, po se kur do mbarojnë ne nuk e dim, sepse gjithmonë fillojnë punime, por nuk gjen mbarimin. Shpresojmë të mbarojnë në vit e gjysmë, siç kanë thënë. Siç kemi dëgjuar dhe ne nuk se kemi gjë të konfirmuar apo ku diun. Është thuhet për një vit e gjysmë të mbarojë. Por problemet nuk mbarojnë tek terminali dhe hyrja e portit. Në molin 0, aty ku aktualisht nisen anjet turistike, situata është po aq e ndërlikuar. Këtu jemi tek moli 0 ku nisen anjet turistike, tek moli i ri. Këtë vit nisen anjet turistike se vitin e shkuar ky mol qëndroi gjatë gjithë kohës si bllokuar. Por dashamirësia dhe bamirësia e investitorit strategjik bëri që këtë vit moli të hapej. Sigurisht edhe protesta e të gjithë operatorëve të anije turistike dhe tani jemi në këto kushte. Moli është deri diku në kushte optimale, megjithatë vazhdon të ketë problematika. Për shembull, duket që ka pjesë të papërfunduara, kabllot e energjisë elektrike dhe tubacionet e ujit janë anash të pambyllura ende. Ndërkohë, operatorët turistik ankohen për dy problematika. E para është mungesa e energjisë elektrike dhe dyta është mungesa e ujit. Dhe sigurisht edhe këto problemet e tjera të infrastrukturës së paplotësuar, ku turistët nuk arrin dot, domethënë, të ecin deri në fund në kushte optimale, por sigurisht, domethënë, këto janë probleme të vogla në krahasim me ato që janë parë. Megjithatë, problemi kryesor dhe më i madhi është pasiguria. Pra, këta operatorë turistik, këta njerëz që kanë investuar në këto anije turistike, nuk janë sigurt se sa do të qëndrojnë këtu. Do të qëndrojnë 1 ditë, 2 ditë, javës tjetër mbasi investitori strategjik ndryshon mendje dhe i thotë nuk keni mundësi, nuk ju japim akses te ky port. Pra,
energjia elektrike, ujë dhe pasiguria, po sidomos pasiguria. Përshëndes, unë jam administratore Blackpelit, vetëm në mungon drita dhe ujë, çdo gjë tjetër është në rregull. Keni folur me dikë për drita dhe ujë? Po, do rregullohet së shpejti. Vlora sot është një nga destinacionet më të kërkuara turistike në vend. Anije turistike drejt Karaburunit, Sazanit dhe i gjireve të Bregdetit janë kthyer në një nga produktet më të forta të turizmit lokal, por ky aktivitet kërkon në rregull, standard dhe hapësirë. Nuk mund të zhvillohet mes zgjidhjeve të përkohshme dhe kufizimeve të përditshme. Në fund, çështja nuk është nëse Vlora duhet të ketë një marinë moderne. Një qytet bregdetar si Vlora ka nevojë për marinë moderne, e port modern po ashtu të aksesueshëm për të gjithë, jo vetëm për oligarkët dhe pasanikët, të cilët pretendojnë t'u adim për nder kur na japin gjën që ishte jona, para se të na e merrnin. Në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, këtë të shtunë, kryeministri Edi Rama komentoi sërish protestat për Zërnecin, ndërsa ju është përgjigjur edhe pyetjeve të qytetarëve që kërkojnë dorëheqjen e tij. Ka një gjë që një qeverinë nuk e bën kur nëse është aty me një destinacion, është shprehur Rama, sipas të cilit një qeverinë nuk e dorëzon kur timonin të zhurma. Një qeveri nuk ka drejt mbyll veshët. Përkundrazi, një qeveri duhet dëgjoj. Një qeveri duhet ta dëgjoj dhe patjetër një grup parlamentar, flas për një grup qeverisës, duhet ta dëgjoj edhe gjithçka që thuhet në atë sheshin e xhirimeve për algoritmin. Dhe nga diskutimet e para është shumë e qartë që janë dëgjuar. Duhet të dëgjoj kritikën, edhe zemërimin. Nuk është e mundur që një qeveri ta skualifikoj duke ja hedhur të gjithë fajin algoritmit. Nuk është ky rasti. Por ka një gjë që një qeveri nuk mund ta bëj kurrë nëse është aty me një destinacion. Një qeveri nuk e dorëzon kurrë timonin tek zhurma. Një grup udhëheqës nuk i jepet zhurmës. Dhe sa më shumë zhurma zmadhohet, aq më shumë një grup udhëheqës forcon identitetin e vet duke bashkuar të gjithë në emër të destinacionit. Nuk ndërtohet një shtet si ai që ne po ndërtojmë dhe nuk çohet deri në fund një mision historik si ky që na ra ne ta mbartim për ta bërë Shqipërinë vend antar të Bashkimit Evropian. Duke i dhënë Shqipërisë momentin e dytë më të madh historik mbas lidhjes Prizrenit, nëse qeveria e tij, grupit i udhëheqës, merr drejtim nga Frynera dhe sugjestionohet nga zhurmat, sugjestionohet nga erërat, sugjestionohet nga sirenat, sugjestionohet nga dallgët, me çdo çmim. Një grup udhëheqës që ka emision shkon deri në fund. Vlora çdo fundjavë kthehet në të preferuarën e pushuesve, me qindra pushues, vendaze të huaj popullojnë qytetin bregdetar, ndërsa thonë se në Vlorë nuk ka një sezon veror me kohë të rregullt. Kjo situatë nga operatorët shihet si dhe një pritshmëri pozitive për vijimsinë. Vlora përgjatë fundjavave është kthyer në të preferuarën e pushuesve, me qindra pushues, vendaze të huaj, vinë drejt qytetit për të kaluar disa ditë. Në Bregdet sigurisht gjejnë edhe qytetarët e Vlorës. Ajo që i bashkon është dashuria për detin, motin dhe klimën e mirë. Pushuesit tregojnë se për ta nuk ka një sezon veror me kohë të rregullt, pasi plazhin e kanë filluar shumë në maj dhe do ta zgjasin derisa temperaturat të jenë të favorshme. Shumë prej tyre sigurisht e shikojnë detin edhe si një mjek, teksa thonë se jodi, dielli dhe deti janë arsyeja e një shëndeti të mirë. Pritshmëritë për sezonin i kanë pozitive për në vijimsi. Kam ditë që kam filluar. Ka fundi prillit. Bar pamiza, edhe ngrohtë dhe deti për qef. Në origjinë jam nga Vlora. Po kam jetuar në Elbasan. Jo, jam me shtëpi këtu. Po 5 muaj po. 5 muaj për çdo vit. Po s'bëra plazhin, kam probleme. Kur bëj plazhin them do ha dhe këtë vit. Mirë, shumë mirë duket.
Kur shikojmë televizorin, ato plerat e Tiranës, ato skandalet mes kryeqytetit, kjo është lule çdo gjë. Po kod jo më mirë duket, po edhe na mësohet si u ambientohemi edhe, po mirë më duket, shumë mirë më duket. Në një kushtetin se çfarë s'ka, dobët. Vjet ishte më shpejt, ishte edhe koha më e mirë jetë. 3 ditë sot. Po të futesh nuk del dot. Po të futesh nuk del dot. Unë fillojmë ne, në 15 maj e fillojmë ne dhe marrojmë në vjetë e maron 17 tetor, shtator, vjetë në kështu, po të ketë kohë e mirë. Këtë e për ditë. Qa dhe mirë, veç për lagës tja, Vlorës është e madhe? Mirë, jo, është mirat. Te dhe një s'ka veç faqim, shumë janë të hojë se është shqiptarë. Këto qadrat e këtyre private nuk janë verë, e mirat. Më vonë zhjetë. Po vaj nga çfarë këto vend këta? Se kanë hap gropa këta, po se çka gropa do bëj këta, ku e di unë. Ne jemi për ditu, ne nuk lëvizim, edhe po i vun çadrat ata, ne dalim para çadrave. As ato ngjë, se ne jemi të përditshëm këtu. 15. Pastërtia si gjithmonë. Ditët e para sikur pam në një punonjës këtu nga ata të pastrimit, po tani po shikojmë edhe të qytetarët, po shikojmë një ndjenjë. Janë pak të ndërgjegjshëm, si vjetë duket nga. Unë vetë për vete e kam, zakonqa që bëj atë pastrimin. Sepse marim shumë edhe nga këta turistë huaj, janë interesant. Ata pastrim me një. Pastroj vetë, jo këtu vetë në teritorin e tyre, po deri më ata. Po edhe unë me komandantin e bëjmë. Po deri nga 8 ori, 9 ori, 10 ori. Tani në pension jemi. Unë jam pak në tiroide dhe më ndikman shumë mirë fare. Edhe i qik jam i apasionuar pas detit që fëmi kështu e jemi rritur në ujë. Po të ujë ka pasur çdo vit që më po. I zakoshëm. Vaj, atë një dhe ditë, ka njerës ka që vinë, po vjenë në sy këto ishte që s'kanë lënë këtu dhe këto e prishim shumë punë se sa, ja këto tubët e këto gjërë të pastrimat e njerë. Qytetarët varet si që janë, pa ne që i vim për herë, ne jemi të ndërgjeshim që e dim që do vim prapë nesër vetë dhe rinë. Po ka ca që vinë, kur vinë ata me fara kungulli, edhe me shalqe, qanë shalqiun e aty e i hedhë ato gjitha në qesh, edhe ikën e le aty se haron që nesër do ulet i tjetër, do ulet, do ulet. Nuk ka shumë ndërgjegje, si qytetarë, nesë. Tu hojtë se për i kur, tu hojtë edhe gurët i gjeni, marri, pastrojnë, që një që është në vendi përgjëve. Valla jo ti nuk disë të them, këtu njerës kanë ardhë, po tjetë për plazhe kështu me fjallë më shumë ka pasur vjetë. Si vjetë si kënë duket bakë, me i qëtë. Po, se ndoshta dhe s'ka qenë koha e plazhit, se nuk ka qenë koha e mirë si vjetë. Ma i ka mbajtur koha që qenë, ka mbajtur në përgjësi. Pare si të mbaj plazhi, po. Par vjetë, para një 2 vjetësh kam qenë deri në tetor, dhe në 31 tetor. Vjetë si që deri 20 sator isha. Nuk e di, shqyqyr zotit, i lutëm jetë, shqyqyr, nimon shumë. Ma më nimon shumë, sepse fajtë që kam e qikar trite, kam qikë shumë fjallë, nimon shumë. I'm from Virginia Beach, Virginia, in United States. I love it. But the water is perfect. It's like a lake, and it gets warmer because it's a thinner layer of water here, and it's perfect starting the beach time. Now in May, maybe a little bit earlier, I don't know, it was a little bit cold, I think, this year. Anyway, people are perfect. I don't have any complaint about people. Safety is perfect, food is perfect, bio. I love it, that's why I'm here. Now, I have 2 things to say. First, in Virginia Beach, there are garbage cans, dumps or whatever, so people, even lazy people, can take their trash and throw here at the beach, not to go all the way there outside. It's the cleanness of a city, it depends from dumpsters, from garbage cans. The closer to people, the better. Why? You cannot put people to work every morning, for example, to collect bottles or anything. First. Second, there are plenty of small rocks. It needs only to shovel it out, because when you go at the beach, you want to just go to swim and walk normally, not to put shoes on, because most of the beach, it has sand. You know, it starts with sand. But why not to clean up those rocks there?
kids can break their legs. For adults, they will get hurt. Fundjavat, duke nisur nga dita e premte, janë ditët me më shumë fluks të pushuesve në Vlorë. Kjo tregohet edhe nga prenotimet, ku për gjatë javës numri i tyre është i kënaqshëm, ndërsa në fundjavë 2 apo 3 fishohet. Punimet për rehabilitimin e liçenit artificial në lagjen Partizani të nisura në muajin shkurt janë ndërprer pas vetëm pak ditësh pune. Në zonë janë larguar mjetet e rënda, punëtorët si dhe rrethimi dhe tabelat informuese të kantierit. I papërfunduar ka mbetur dhe rehabilitimi i kanalit kullues, ndërsa nuk dihen arsyet e pezullimit të projektit. Në muajin shkurt të këtij viti në lagjen 15 tetori nisi puna për rehabilitimin e liçenit artificial. Një projekt ky i krijuar vite më parë, ku parashikohej që liçeni artificial në zonën mbi spitalin rajonal të Vlorës të grumbullonte ujërat e bardha nga pjesa e kodrës për t'i qarkulluar më pas në kanalin kullues të qytetit. Në këtë mënyrë do të realizohej një atraksion turistik, për mbi të gjitha edhe një park të çlodhës për banorët e zonës. Në shkurt, për të dytën herë, u nis puna për rehabilitimin e liçenit artificial, si dhe zbatimin e projektit, por me sa duket edhe ky projekt pati të njëjtin fat me atë fillestar. Puna për rehabilitimin e liçenit artificial, i cili ndodhet në zonën mbi spitalin rajonal të Vlorës, është pezulluar. 4 muaj më parë nisën punimet në këtë zonë, por u kryen vetëm disa ditë punë dhe më pas firma braktisi projektin. Nuk ka asnjë informacion zyrtar se përse janë pezulluar punimet, ndërsa projekti ka mbetur i papërfunduar. Firma e cila fitoi tenderin nga pushteti lokal punoi vetëm disa ditë, duke larguar nga zona vetëm disa mbetje inerte që gjendeshin të hedhura prej vitesh. Më pas, punimet u pezulluan. Madje për realizimin e këtij projekti u rrethua edhe kantieri ndërtimit, si dhe u vendos edhe tabela informuese. Rrethimi i kantierit si dhe tabela nuk janë më në zonë, ashtu siç janë zhdukur edhe mjetet e tonazhit të rënd, si dhe punëtorët që realizonin këtë projekt. Gjithashtu i përfshirë në këtë projekt ishte edhe rehabilitimi i një prej kanaleve kulluese në këtë zonë. Kanal kullues ky që vjen nga pjesa kodrinore e qytetit për të përfunduar në hidrovor, por edhe kjo punë e nisur nuk u realizua asnjëherë. Një grup profesorësh nga Universitetet e Tiranës dhe Vjenës së bashku me ambientalist nga Zvicra dhe Gjermania vizituan këtë të shtunë zonën e hidrovorit. Qëllimi, evidentimi i problematikave që lidhen me mbrojtjen e ekosistemit dhe vlerësimi i ndikimit të mundshëm në mjedis nga projektet e parashikuara për të zhvilluar këtë zonë. Një grup profesorësh nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Vjenës së bashku me ambientalist nga Zvicra dhe Gjermania vizituan këtë të shtunë në zonën e hidrovorit, pjesë e parkut të mbrojtur Vjosnart. Qëllimi i vizitës ishte evidentimi problematikave që lidhen me mbrojtjen e ekosistemit dhe vlerësimi i ndikimit të mundshëm në mjedis nga projektet e parashikuara për të zhvilluar. Studiosit inspektuar nga afër të gjithë territorin në terren, ndërsa profesori Alekomio nga Universiteti i Tiranës, Departamenti i Biologjisë, theksoi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit në një zonë me vlera të veçanta natyrore, siç është edhe delta e lumit Vjos. Tu jemi në deltën e lumit të Vjosës, bashkë me kolegë nga universiteti që për vite kemi punuar nga Universiteti i Tiranës, nga Departamenti i Biologjisë. Delta e Vjosës është delta e një lumi të veçantë, siç është vetë lumi Vjosës. Delta që ka dhe më shumë vlera se vetë lumi në kuptimin e habitateve, të biodiversitetit, të shpendëve që dimërojnë, të llojeve të tjera të ujore dhe toksore të pyjeve, dhe ne jemi këtu mbi duna që janë më të rrallat në mesdhe. Dhe ne i kemi këto duna monument natyre. Këto janë duna shumë vjeçare të ruajtura, thash më të mira në mesdhe. Nga ana e tij, profesor Perikli Qiria që u shpreh se në këtë zonë ndodhen 3 monumente natyrore dhe pse ambientalistët nuk janë kundër zhvillimit, çdo projekt duhet të shoqërohet me transparencë të plotë mbi pronësinë dhe ndikimin që mund të ketë në mjedis. Ai bëri të ditur se do të përgatitet edhe një raport i detajuar mbi situatën aktuale në këtë zonë. Unë kam punuar bashkë me profesor Aleko në studimin e deltës së Vjosës dhe aty kemi evidentuar jo pak problemet, jo pak vlerat të jashtëzakonshme natyrore, të cilat që të gjitha rrezikohen që të shkatërrohen. Unë si gjeograf do të theksoj 3 monumentet e natyrës. Janë elita e vlerave të natyrës së vendit tonë, të bukurisë të natyrës së vendit tonë. Dhe evidentuam për Shqipërinë mbi 500 objekte që kanë vlera të jashtëzakonshme. Por rasti konkret ku jemi këtu, kënaqësia prapë e imja, se unë ngula kem për këto 3 objekte, që të shpalleshin monumente natyre.
Por po aq i madh është trishimi kur i shikoj sot që këto 3 monumente, këto vlera po rrezikohen. Konkretisht janë dunat e Nartës, është laguna, një lagunë shumë e vogël, por shumë interesant me vlerat jetë tim Pupoa, dhe kodrat molasike, që janë dëshmuese e evolucionit të vijës bregdetare të vendit tonë. Ambientalistët nuk janë kundër zhvillimit. Thanë të praktisi gjithçka të shkojmë në pyetje siç kanë jetuar njerëzit e parë. Ka ikur ai koncept. Tash ambientalistët thonë po, jemi pro zhvillimit, pro investimit, pro projekteve, por me mend të kokë. Në kuptimin që të mos e dëmtojmë vlerësimin. Ndërkohë, profesor Frederik Schimmer nga Universiteti i Vienës nënvizoi se duhet ndjekur një qasje kujdesshme dhe graduale për të përcaktuar mënyrën më të mirë të ndërhyrjes në funksion të mbrojtjes së mjedisit dhe ekosistemit të deltës. Well, as I said in my state. Po siç e thash në deklaratën time, është në aspektin e standardit evropian që ka vlerë të lartë. Me që në të gjithë mesdheun nuk kemi sistemin delta, i cili ende mbetet duke patur parasysh të gjitha ndërhyrje në 50 vitet e fundit, duhet ta pranojmë që është në gjendje të mirë dhe dinamika në këtë tranzicion midis ekosistemeve toksore, lumore dhe detare ende po funksionon. Pra ka impakt, lumi është ende mirë dhe kjo tregon që bazat e deltës janë ende aty. Mendoj se ka një mesazh të mirë përveç mesazheve të këqija, dhe mesazhi i mirë siç e thash më parë është që karakteristikat funksionale të funksionimit të sistemit delta, si një sistem kompleks, peizazhi formuar nga lumi dhe inputi me veprim të guximshëm nga rryma dhe era, janë ende aty. Kështu që esencialet e sistemit delta janë ende atje. Dhe ne studiuam mbi gjendjen e të kuptuarit të sistemit delta në të gjithë mesdheun, dhe ajo siguron më të mirën. Por çfarë është më e rëndësishme është që veçoritë thelbësore janë ende aty. Dhe sigurisht është thelbësore të ndihmosh njerëzit, por jo në mënyrën që aplikon projekti sepse është komplet shkatërues, siç mund ta shikoni. Prandaj ne inkurajojmë qeverinë që të përfshinë në parkun kombëtar dhe sigurisht jo vetëm këtë zonë, por edhe zonat e tjera, afër asaj që të ndalojnë këtë projekt. Dhe sigurisht që në këtë mënyrë mund të ndërtohet një urë turistike miqësore me mjedisin, e cila është e qëndrueshme dhe sjell përfitime në planin afatgjatë. Mendoj se do të sillte më shumë lek për shtetin sesa ky luks i shpejt në turizëm. A mendoni se ky projekt po shkel filozofinë e vendit dhe jo ligjet? Padyshim, sepse është komplet një mosmarrveshje, sepse ka shumë habitate të lashta, të cilat po shkatërrohen. Nuk përputhet dhe mendoj se duhet kemi një vëzhgim më të kujdesshëm hap pas hapit asaj që po ndodh këtu. Gjatë vizitës u bë gjithashtu thirrje për ruajtjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin e qëndrueshëm të deltës së Vjosës. Sipas komunitetit shkencor ndërkombëtar, sistemi lumor i Vjosës përfaqëson një nga ekosistemet më të paprekura në Europë, me biodiversitet të jashtëzakonshëm dhe vlera të rralla natyrore. Shkencëtarët theksojnë se delta e Vjosës, e cila bën pjesë në parkun kombëtar Vjos-Nart, përmban 35 lloje habitatesh me rëndësi të veçantë për ruajtjen e natyrës sipas standardeve evropiane dhe së bashku me lagunën e Nartës përbërë nga zonat më të rëndësishme ekologjike në pellgun e mesdheut. Ata shprehen shqetësim se projektet e mëdha të zhvillimit dhe turizmit mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme në këtë ekosistem unik. Për këtë arsye, komuniteti shkencor i bën thirrje qeverisë shqiptare të rishikojë projektet që konsiderojnë të dëmshme për deltën, por edhe të bëjë një studim më të detajuar për përfshirjen në parkun kombëtar të lumit të egër Vjos dhe të promovojë modelet e ekoturizmit që respektojnë dhe mbrojnë vlerat e jashtëzakonshme mjedisore të zonës. Familjet dhe individët në nevojë do të trajtohen me një ndihmë ekonomike që do të përfitojnë kompensim të plot për një pjesë të faturës së ujit gjatë vitit 2026. Sipas udhëzimit që tashmë ka hyrë në fuqi, kategoritë në nevojë do të kompensohen në masën 100% për konsumin deri në 5 metra kub ujë të pishëm në muaj për kontratë. Familjet dhe individët në nevojë që trajtojnë me ndihmë ekonomike do të përfitojnë kompensim të plot për një pjesë të faturës së ujit gjatë vitit buxhetor 2026. Sipas udhëzimit që tashmë ka hyrë në fuqi, kategoritë në nevojë do të kompensohen në masën 100% për konsumin deri në 5 metra kub ujë të pishëm në muaj për kontratë. Përfitues janë subjektet e parashikuara nga neni 7 i ligjit 57/2019 për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Skema nuk mbulon vetëm vlerën e ujit të konsumuar. Udhëzimi parashikon se për këto kategori do të subvencionohen edhe tarifa fikse, tarifa e kanalizimeve dhe trajtimi i ujrave të ndotura urbane. Zbritja do të bëhet automatikisht në faturën mujore të gjeneruar nga shoqëria përkatëse e ujësjelljes kanalizimeve pa pasur nevojë që familjet përfituese të aplikojnë çdo muaj.
Kompensimi do t'jepet vetëm një herë për çdo familje dhe në rastet ku në përbërje të saj ka më shumë se një antar që mund të përfshihet në kategoritë përfituese. Njësitë e vetë qeverisjes vendore duhet të dërgojnë shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve listën e plotë të familjeve dhe individëve në nevojë brenda datës së 10 të çdo muaji. Fondet do të administrohen nga Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve, ndërsa shpërndarja do të bazohet në të dhënat e raportuara nga shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve. Udhëzimi përcakton se vetëm shoqëritë që kanë nënshkruar kontratë performance me AKUK-un kanë të drejtë të rimbursohen nga fondi i subvencionit. Megjithatë, edhe shoqëritë që nuk kanë nënshkruar ende kontratën e performancës janë të detyruara të aplikojnë zbritjen 100% për kategoritë në nevojë, sipas Monitor. Kur nevojat për gjak edhe në Vlorë janë një domosdoshmëri, dhurimi vullnetar i gjakut lë shumë për të dëshiruar. Sipas kreut të zyrës lokale të Kryqit të Kuq, Rozeta Rapi, në Vlorë sigurohet më pak se gjysma e shifrës së duhur të njësive të gjakut. Sipas saj, ka një stepje veçanërisht nga të rinjt për të dhuruar gjak. Në vit në të gjithë vendin nevojat për njësi gjaku janë mbi 60.000, ndërsa për personat talasemik, operacionet urgjente si dhe disa kategoritë të tjera të sëmurve sigurohet më pak se gjysma e kësaj shifre. E njëjta situatë është dhe në Vlorë, ku Rozeta Rapi, drejtuese e Kryqit Kuq, thotë se dhurimi vullnetar i gjakut lë shumë për të dëshiruar. Rapi thotë se nevojat për njësi gjakut, duke qenë se në shërbim është dhe spitali rajonal i Vlorës, janë vërtet e larta, por ajo që sigurohet është në shifra të ulta. Sipas saj, ka një stepje nga të rinjt për të dhuruar gjak. Projekti i dhurimit të gjakut, që është nga projektet më kryesore të Kryqit të Kuq, jo vetëm të Degës Vlorës, por të gjithë edhe të Tiranës, lë shumë për të dëshiruar, të themi të drejtë. Dhe me thënë, njerëz nuk ka që dhurojnë, sepse është një proces dhurim vullnetar i gjakut. Kërkesat janë shumë të mëdha, duke qenë dhe spitali rajonal i Vlorës, duke dhënë dhe kërkesat, por i kemi nevojat nuk i plotësojmë me këtë proces. Muaji qershor është dhe 14 qershor është dita botërore e dhurimit të gjakut. Kryqi Kuq ka në fokus, jo vetëm në qershor, por gjatë gjithë vitit, në promocion dhe sensibilizim të gjithë institucioneve dhe sidomos universitetit. Por përsëri jemi në një numër shumë të ulur dhurues vullnetar të gjakut. Në këto kushte, gjithmonë në bëjthirje institucioneve, kemi bashkëpunim shumë të mirë, por ka një stepje dhe jo qasjet fort të mirë për dhurimin vullnetar të gjakut. Në fjalën e saj, Rozeta Rapi tregon se në shumicën e rasteve gjaku dhurohet nga familjarët në rastet e operacioneve urgjente, por gjithashtu dhurime ka dhe për fëmijët talasemik, ndërsa vullnetarisht shumë pak persona janë ata që dhurojnë gjak në vit. Kemi operacionet të planifikuara që janë detyrueshëm të dhurojnë familjarët, sepse dhurimi i gjakut vullnetar është për ata persona që ndihmohen, sepse është për fëmijët talasemik që dhurohet në radhë të parë. Dhe pastaj flasim për procesin edhe për plotësimin e nevojave të Spitalit të Vlorës. Absolutisht nuk plotësohen, absolutisht. Dhe nuk t'i jap dot një shifër tani në moment, sepse duke qenë në proces dhurimi, se mos gjatë muajit qershor, por gjatë gjithë vitit, nuk kam një shifër të saktë tani. Çdo muaj ne marrim dhuruesit vullnetar të gjakut, do të them një numër, por është numër shumë i ulët. Unë vazhdoj të bëj thirrje institucioneve, personave që janë në formë të mirë fizike, që nuk marrin mjekim sepse ka disa kushte për personat që dhurojnë gjak. Është mosha, janë mjekime që nuk do të jenë të sëmur kronik dhe ju siguroj që nuk ka asnjë problem shëndetësor që të shfaqet. Në qoftë se ju jeni të lirë të pak të martën, unë i kam bërë thirrje te Guardia e Financës, që janë shumë pozitiv dhe që dhurojnë dhe një herë 4 muaj dhe një herë 6 muaj, pranë bankës së gjakut të Spitalit Rajonal Vlorë, që do të dhurojnë. Të rinjtë kanë tabu sipas drejtueses së Kryqit të Kuq dhurimin e gjakut. Përpara se të dhurohet gjak, Rapi shpjegon se tek çdo person kryen një sër kontrollesh dhe dhurimi i gjakut sipas saj nuk ka asnjë pasojë negative në shëndet, përkundrazi rigjeneron trupin. Kreu i Kryqit të Kuq Dega Vlorë thekson se duhet një punë e madhe për sensibilizimin dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve për të dhuruar gjak. Kur ata janë afër procesit të dhurimit të gjakut, sigurisht ka një procedurë, mati tensionit, mosha, pyetjet e ndryshme për anën shëndetësore të tyre. Nuk kanë absolutisht asnjë, ndoshta dhe mungesë informacioni, por ndërkohë që e marrin kur ne jemi atje dhe bëjmë sensibilizimin, por jo, nuk e jap gjakun, e kam gjakun tim.
Tabu, është tabu, po, është tabu. Në Vlorë është tabu durimi i gjakut. Pritet të ndryshoj ky interes? Duhet një punë më e madhe gjithë institucioneve, jo vetëm me Kryqit e Kuq, po gjithë bashkëpunuesve që ka Kryqi i Kuq për dhurimin e gjakut, sepse gjaku nuk prodhohet në laborator, nuk është ilaç që ti shkon e merr në farmaci dhe zgjedh cilësinë më të mirë. Ti je detyruar që gjakun ta dhurojë njerëzit dhe ta marrin njerëzit. Nuk është ilaç që blihet në farmaci. Për të plotësuar nevojat për gjak në shumë operacione të tjera normale, në ndërhyrje të ndryshme kirurgjikale, apo dhe ndërhyrje të thjeshta estetike, nga familjarët është bërë i detyrueshëm dhurimi i gjakut, por dhe kjo gjë, me sa duket nuk ka ndihmuar as pak në përmirësimin e situatës. Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e së shtunës në aksin Levan-Vlorë, kur një automjet tip Fiat është përfshirë në një përplasje në rrethana ende të paqarta. Si pasojë, në këtë segment autostradës është krijuar trafik i rënduar duke shkaktuar vonesa për drejtuesit e mjeteve që lëvizin në drejtim të Vlorës dhe Levanit. Një aksident rrugor u regjistruar mëngjesin e të shtunës në aksin Levan-Vlorë, ku një automjet tip Fiat është përfshirë në një përplasje në rrethana ende të paqarta. Si pasojë e aksidentit në këtë segment autostradës u krijua trafik i rënduar, duke shkaktuar vonesa për drejtuesit e mjeteve që lëvizin në drejtim të Vlorës dhe Levanit. Radha automjetesh u krijuan për disa minuta, ndërsa qarkullimi u krye me vështirësi. Policia mbriti menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa nisi punën për menaxhimin e trafikut dhe për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Fatmirësisht nga të dhënat paraprake nuk u raportua për persona të lënduar. Ende nuk është bërë e qartë nëse automjeti Fiat është përplasur me bordurat anësore të autostradës apo ishte përfshirë në një përplasje tjetër me tjetër automjet. Grupi hetimor ndërkohë nisi menjëherë verifikimet për të përcaktuar shkakun e ngjarjes, ndërsa pritet që autoritetet japin edhe më shumë detaje në vijim. Festa e Grurit, një nga aktivitetet më të rëndësishme tradicionale të Myzeqes, mblodhi këtë fundjavë mira vizitor pranë Apollonisë, duke shënuar nisjen simbolike të sezonit të korjeve dhe promovimin e trashëgimisë bujqësore të zonës. Festa e Grurit, një nga aktivitetet më të rëndësishme tradicionale të Myzeqes, mblodhi këtë fundjavë mira vizitor pranë Apollonisë, duke shënuar nisjen simbolike të sezonit të korjeve dhe promovimin e trashëgimisë bujqësore të zonës. E kthyer tashmë në traditë prej 8 vitesh nga Bashkia e Fierit, festa risjell ritualet e lashta të kremtimit të bukës së re, duke ndërthurur kulturën, historinë dhe jetën bujqësore të Myzeqes. Kryetari i Bashkisë së Fierit, Armando Subashi, e cilësoi aktivitetin si një natë magjike në zemër të Apollonisë, ku mijëra qytetarë u bën pjesë e një feste që bashkoi traditën, muzikën dhe shpirtin e Myzeqes. Deputetja si dhe drejtuesja e Partisë Socialiste për Qarkun e Fierit, Belinda Balluku, vlerësoi organizimin si një nismë që promovon jo vetëm vlerat kulturore, por edhe rëndësinë e bujqësisë për ekonominë e zonës. Ajo theksoi se përmes skemave mbështetëse dhe subvencioneve, qeveria vijon të inkurajojë fermerët të investojnë në kultivimin e drithrave, si dhe në rritjen e prodhimit vendas. Ndodhemi në festën e Grurit, tashmë një organizim tradicional që bëhet nga Bashkia e Fierit, por me mbështetje të shumë institucioneve tjera. Pjesëmarrja është me të vërtet mbreslënse, sepse ka njerëz jo vetëm nga Fieri, ka nga Vlora dhe për më tepër ajo që mësoj janë të gjithë njerëzit që kanë ardhur nga diaspora, nga organizata të ndryshme, siç është për shembull Shoqata Apollonia, për të marrë pjesë pikërisht në këtë ditë të shënuar. Është e rëndësishme që thuhet që festa të tilla përveç faktit që krijojnë jetë sociale në Qarkun e Fierit, nga ana tjetër edhe nxisin njerëzit për t'i afruar pranë bujqësisë, dhe ashtu siç ne e dimë, Gruri është shumë i rëndësishëm për Myzeqen, pavarësisht se këtë vit ka pasur një rënje në rendimentin e tij, nga ana tjetër ne nxisim të gjitha paketat që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar me paketat e subvencioneve janë të rëndësishme, por sigurisht edhe vetë puna e fermerëve këtu të Myzeqes është kriteri kryesor për të rritur këtë prodhim. Prezenca juaj është shumë e rëndësishme pasi të gjithë gazetarët që mbulojnë Qarkun e Fierit bëni një punë të shkëlqyer dhe unë ju falenderoj. Balluku apeloi që të gjithë fermerët të aplikojnë për të përfituar nga paketat e subvencioneve që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar. Parada e vajzave të veshura me kostume tradicionale, demonstrimi i procesit të korjes së Grurit, pjesëmarrja e kombanjerëve dhe e bukpjeksve si dhe panairi i produkteve lokale ishin ndër momentet më të veçanta të festës. Është një nga festat më të bukura që organizohet
dhe i jep kuptim sepse buka vërtet fillon nga toka. Dhe toka në qytetin tonë, në fushat tona prodhon një grur shumë të mirë, me cilësi shumë të mirë, edhe ne në Bleda Premium e përdorim grurin vendas dhe bëjmë disa lloje bukesh me grurin e vendit. Është vërtet shumë e rëndësishme sepse është një grur me cilësi shumë të mira dhe del vërtet një bukë me cilësi shumë të mirë. Rreth 5.000 persona morën pjesë në aktivitet duke ndjekur koncertin me muzikë popullore e duke shijuar gatimet tradicionale të zonës. Festa e gurit synon të nxjisë kultivimin e grurit vendas dhe të promovojë identitetin bujqësor të Myzeqes, ndërsa është vlerësuar nga institucionet e turizmit si një nga ngjarjet tradicionale më të rëndësishme në vend. Zona e Fierit është një nga rajonet me potencialin më të lartë në vend, sa i takon prodhimit bujqësor dhe atij të grurit, që jep edhe një kontribut të madh në ekonominë e vendit, angazhimin e forcës në punë si dhe zhvillimin e ekonomisë lokale e rurale. Në një kohë kur turistët kërkojnë destinacione autentike me natyrë të paprekur dhe me çmime të përballueshme, Shqipëria po shfaqet si një nga surprizat më të mëdha të turizmit veror në Europë, shkruan kështu media gjermane. E renditur mes vendeve si Turqia, Portugalia dhe Indonezia, ajo po fiton vëmendje si një alternativë më e qetë dhe më e egër e mesdheut. Në një kohë kur turistët kërkojnë gjithnjë më shumë destinacione autentike me natyrë të paprekur dhe çmime të përballueshme, Shqipëria po shfaqet si një nga surprizat më të mëdha të turizmit veror në Europë, shkruan Claudia Bom në median gjermane Holiday Check. E renditur mes vendeve të njohura si Turqia, Portugalia, Gjeorgjia apo Indonezia, ajo po fiton vëmendjen si një alternativë më e qetë dhe më e egër e mesdheut. Me vijën e saj bregdetare që shtrihet përgjatë Adriatikut dhe Jonit, Shqipëria ofron një kombinim të rrallë mes plazheve të kristalta, gjireve të fshehura dhe peizazheve malore që zbresin deri në det. Pikërisht kjo ndërthurje e bën vendin gjithnjë më të rreqës për turistët që kërkojnë pushime larg destinacioneve të mbigarkuara. Nga jugu i qetë me plazhe ende të paprekura deri tek qytetet bregdetare që po zhvillohen me ritëm të shpejtë. Shqipëria po konsolidohet si një nga sekretet e fundit të mesdheut, një destinacion që ende ruan ndjesinë e zhvillimit për herë të parë. Media gjermane Holiday Check ka rekomanduar një listë re destinacionesh për pushimet verore 2026, të cilat ofrojnë plazhe, natyrë dhe çmime të përballueshme, duke u bërë zgjedhje gjithnjë më popullore për turistët kudo në botë. Shqipëria, ky sekret i Adriatikut, po vlerësohet gjithnjë më shumë si një destinacion ideal për turistët që kërkojnë pushime të lira pranë detit blu të Adriatikut, me natyrë të paprekur si dhe plazhe ende jo të mbipopulluara. Via bregdetare ofron një përzierje plazhesh me rër dhe gurales si dhe gjire të fshehura e të egra, të përshtatshme për ata që kërkojnë qetësi dhe natyrë të pastër. Një prej shembujve më të përmendur është plazhi i Borshit, i cili mbetet një nga zonat më të paprekura, ku vizitorët mund të shijojnë detin dhe natyrën pa fluksin e turizmit masiv. Për familjet dhe çiftet që kërkojnë më shumë gjallëri, Saranda cilësohet si një nga zgjedhjet më të mira. Qyteti ofron një kombinim mes turizmit të zhvilluar dhe atmosferës ende të qetë me bare, restorante dhe plazhe të përshtatshme për fëmijë. Veçanërisht i veçantë është bregu me pjerësi të butë që e bën më të sigurt për familjet me fëmijë të vegjël. Perëndimet e diellit në Sarandë dhe Vlorë përshkruhen si magjik dhe mbreslënës, duke i kthyer këto destinacione në një zgjedhje ideale si për pushimet familjare, ashtu edhe për çiftet që kërkojnë qetësi dhe peizazhe autentike. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.